Përshëndetje njerëz, do flas pak me ChatGPT se boll fola me vete. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Shpresoj të jeni mirë. Jam si rush jam. Shumë mirë, më vjen shumë mirë të dëgjoj. Nëse ke ndonjë gjë për të them, jam këtu. Po kam jo një gjë, po kam dy gjëra për të thënë. Shumë mirë, dëgjoj me kujdes. Të lutem, thuaj ato dy gjëra dhe do të mundohem të ndihmoj sa më mirë. Tash s'dua u t'i them. Patjetër, jam këtu dhe do të dëgjoj me vëmendje. Po nuk dua. Iguaja. A je këtu moj? Po, jam këtu, jam gati për çdo gjë që të duash. Do me thënë je këtu? Oh, jam këtu, nuk kam ikur. Çfarë do të kesh nevojë të më thuaj fare? Përshëndetje, si mund të ndihmoj sot? Jam këtu për ty. Unë i them një gjë të përshëndetje. Si mendon, a do jetë 2026 një vit i mirë apo do jetë një vit i dhjerë? Kjo është një pyetje shumë interesante. Është e vështirë të parashikojmë me saktësi, por shpresojmë që 2027 të sjellë shumë mundësi dhe gjëra pozitive për të gjithë. Pse është e vështirë ta shikosh 2026-ën ti? Po, ka dyshim, është e vështirë të parashikojmë me Po siguri. mirë. Pika se turke, opa prit, ha njerë mu tu pasaj hati. Pika se turke kthej vilxhani dhe shikoje. Patjetër. Kam një pyetje shumë serioze. Sigurisht, më thuaj patjetër dhe do ta marr me shumë seriozitet dhe vëmendje. Macja ime ka 3 ditë që shtrëngohet edhe nuk bën dot mutin. Më vjen keq që po përballesh me këtë situatë. Edhe sa i vjen keq me se ngeli kam hapur e shkreta voj. Kuptoj, është e rëndësishme të marrësh kujdesin e duhur. Nëse ke nevojë për ndihmë ose këshilla, jam këtu për të mbështetur. Po futi gishtin tjeta bërë hat mutin.